Në çdo cep të administratës publike shqiptare po ndihet era e rëndë e kalbëzimit moral dhe ligjor. Ajo që në teori duhet jetë shtylla e funksionimit të shtetit modern, është kthyer praktikisht në një aparat zhvatje, një strukturë të organizuar ku korrupsioni nuk është rastësor, është qëllimi. Nga bashkitë deri në Ministria e Agjencitë e Kontrollit Administrata ka degraduar në një rrjet interesash, pazari dhe padrejtësie, ku qytetari është vetëm një numër për të shfrytzuar. Nuk është më sekret që për të marrë një shërbim të thjeshtë duhet një dorë, një mik, një telefonat nga lart ose një zarf. Kjo është bërë kulturë, dhe më e frikshme është se kjo kulturë po perceptohet si normale. Është normalizuar padrejtësia, është banalizuar rishfeti, është legjitimuar vjedhja. Nuk kemi më thjesht disa zyrtar të korruptuar, kemi një sistem që jeton dhe merr frym përmes korrupsionit. Çdo institucion që duhet garantoj barazinë, meritokracinë dhe shërbimin publik është kthyer në një pikë kontrolli të interesave klienteliste. Vendimet nuk merren mbi bazën e ligjit, por mbi bazën e interesit politik apo financiar. Një vend pune në shtet nuk fitohet me konkurs, por me pagesë. Një leje ndërtimi nuk jepet për projektin më të mirë, por për ofertën më të lartë. Një tender nuk fitohet nga kompania më cilësore, por nga ajo që ndan më shumë. Nuk jemi përballë një smundje të thjeshtë administratës, jemi përballë një metastaze që ka prekur çdo organ të shtetit. Dhe më tragjikja është që qytetari nuk ka ku të ankohet sepse edhe mekanizmat e kontrollit janë të kapur. Të gjitha institucionet funksionojnë si pjesë të njëjtit trup që mbjeton nëpërmjet heshtjes dhe bashkëpunimit me paligjshmërinë. Kjo nuk është më vetëm krizë morale apo institucionale, është krizë kombëtare. E gjithë kjo situatë ka pasoja katastrofike për besimin e qytetarëve të shteti, për klimën e biznesit, për të ardhmen e rinisë. Çdo shqiptar që largohet nga vendi, largohet sepse nuk sheh drejtësi, nuk sheh shpresë, nuk sheh mundësi reale për të ndërtuar jetën me dinjitet. Dhe çfarë është një shtet pa qytetar të lirë dhe të motivuar? Shteti shqiptar nuk mund të ndërtohet mbi një administratë që funksionon si një organizatë mafioze. Duhet një ndërhyrje e thellë, një pastrim i vërtet, një revolucion institucional dhe etik, jo me fjalë boshe, jo me reforma kozmetike për syefaqe, por me vendimet guximshme, hetime serioze dhe ndëshkime reale. Ndryshe, nuk po ndërtojmë një shtet, po legalizojmë një krim. Sepse në këtë realitet të hidhur nuk kemi më një administratë që shërben shtetin, kemi një administratë që e grabit atë.